është një ditë që do ta donim me diell, por nuk arritën dot. Dhe kështu po e presim komisioneren për zgjerimin në vizitën e saj të parë në Shqipëri me shi. Megjithatë unë ja sqarova që shiu është bereqet dhe kam bindjen që do t'jetë një augur i mirë edhe për ecurinë e planit të ri të rritjes dhe për disbursimin e fondeve shtesë për Shqipërinë. E nderuar komisionere dhe dashur Marta, është kënaqësi që ju presim këtu në Tiranë dhe qysh në fillim dua ta përsëris edhe publikisht që ne në rajon e kemi pritur me entuziazëm zgjedhjen tuaj, sepse ju jeni edhe e Bashkimit Evropian, po edhe e jona, duke qenë nga një vend i rajonit i cili ka shkëlqyer në rrugën e vet dhe sot është një antar krenar i Bashkimit Evropian, Slovenia, dhe sidoqoftë duke pasur gjakun më pranë nesh se sa pranë Brukselit, shpresoj. Dhe jam i bindur në fakt, megjithëse ju s'do e thoni këtë. Më vjen jashtëzakonisht mirë që takohemi në një moment kur ne kemi arsye të jemi krenar për çfarë kemi bërë. Ju keni arsye për të na mbështetur pa rezervë, por dua ta theksoj që ne nuk e marrim mbështetjen tuaj si diçka të dhënë një herë mirë, po si diçka që duhet fituar çdo ditë. Është mbështetja e një institucioni të madh dhe shumë kërkues, siç është Bashkimi Evropian, të cilën ne jemi të vetëdijshëm që duhet ta meritojmë çdo ditë, sepse ne duam të bëhemi pjesë e familjes së Bashkuar Evropiane. Ne e dimë që nuk ka asnjë alternativë tjetër.